Mjekët japin urdhër, mos i fusni në gojë qepët nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Qepët janë një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vite më parë, që janë përdorur në mënyrë të rregullt në dietën e njerëzve, por ekspertët kanë treguar se në disa raste, qepa nuk është e mirë që të shtohet në dietën tuaj pasi mund të ndikojë negativisht edhe në çështjet tuaja imunitare. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim rastet kur qepa nuk duhet të shtohet në dietën tuaj për të mos ndikuar negativisht në mbrojtjen e organizmit dhe të ndërveprojë gjithashtu edhe me një sër medikamentesh të cilat jeni duke i marrë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Është e vështirë të renditen të gjitha dobit e qepës në një vend. Mjafton të thuhet se sa e vështirë është të imagjinohet gatimi pa konsumin e saj. Por qepa është edhe e pakrahasueshme kur bëhet fjala për shëndetin. Ajo përmban vitamina, minerale dhe gjithashtu përbërës të fuqishëm në luftën kundër viruseve. Megjithatë, edhe përkundër të gjitha këtyre përfitimeve, qepa mund të përkeçojë seriozisht shëndetin tuaj, sidomos në disa raste të caktuara. Ky ushqim ka pak kalori. Në 100 gram qep do të gjeni të paktën 40 kalori, gjë që e bën atë shumë ideale edhe për të gjithë ata që duan të rregullojnë figurën e tyre. Është jashtëzakonisht e pasur me vitamina të grupit B, gjithashtu edhe me acidin aksorbik. Gjithashtu qepa përmban edhe fitocide, substanca aktive, të cilat parandalojnë rritjen aktive të bakterieve dhe viruseve. Kjo perime normalizon punën e traktit tretës dhe është një diuretik i lehtë edhe në eliminimin e toksinave. Hudhra është e rëndësishme në prodhimin e gjakut për shëndetin dhe për kobaltin, i cili është i përfshirë në vitaminën B12, i cili është përgjegjës për formimin e eritrocideve, gjithashtu edhe në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Qepa mund të shkojë shumë mirë me disa raste të gatimeve tuaja, por ajo mund të jetë e mirë edhe për enet e gjakut. Megjithatë, ky ushqim ultra i shëndetshëm mund të jetë i dëmshëm edhe për shëndetin tuaj. Kjo perime super e shëndetshme ka edhe kundërindikacionet e saj, andaj dëgjojeni me vëmendje deri në fund për të kuptuar rastet kur qepa mund të kthehet vërtet e dëmshme në organizmin tuaj. Në këto raste, qepët duhet të tregohen edhe të matura në konsumin e përditshëm. Sipas mjekut, nuk rekomandohet që qepën ta konsumojnë personat që janë të diagnostifikuar me pankreatit, gastrit ose ulcra peptike. Në këto raste, qepët e freskëta përshpejtojnë në plotësisht sepse rrisin aciditetin e stomakut. Në këto raste, qepët e freskëta mund të ndikojnë te shëndeti juaj. Nga ana tjetër, nëse gatuhen, atëherë lejohet nëse i komandoni ato vazhdimisht në sasinë e duhur. Është e rëndësishme që nëse merrni medikamente për diabetin dhe doni të përdorni qepën si një lehtësues të luhatjeve të sheqerit në gjak, tregoni të vëmendshëm dhe flisni me mjekun tuaj, pasi mund të ndikojë negativisht edhe në organizmin tuaj, citon Healthline. Qepa ka aftësinë të parandalojë një sër komplikacionesh, vetëm nëse përdoret si duhet, efektet e saj do të jenë të menjëhershme dhe më të mëdha në dobi të organizmit, citojnë ekspertët. Ekspertët kanë thënë se qepa është një zgjidhje shumë e mirë për trupin dhe duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Kështu, vlerat e saj ushqyese do të jenë më të plota dhe do të mbani larg edhe komplikacionet. Konsumi i qepës si duhet në dietën tuaj mund të japë rezultate fantastike për shëndetin e zemrës. Qepët arrijnë të mbrojnë zemrën shumë më mirë se sa produktet të tjera. Qepët do të ulin kolesterolin dhe do të mirëmbajnë gjithashtu edhe tensionin tuaj të gjakut, duke i kthyer ato në një prej aleateve më të mira. Qepët janë të mira edhe për mbajtjen nën kontroll të luhatjeve të sheqerit në trup. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit duke u bërë një aleat e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve, siç është diabeti 2 dhe mbipesha. Sigurisht që qepët nuk mjaftojnë që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ato ju vinë në ndihmë nëse kombinohen si duhet edhe konsumohet të paktën një qep në ditë.
Është e rëndësishme që qepa të konsumohet brenda normës së lejuar në mënyrë që ndikimi i saj të jetë gjithashtu edhe më i madh në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë të paktën një qep në ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta janë shumë të rëndësishme edhe sepse përmbajnë substanca ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Megjithatë, ata thonë se qepët e gatuara nuk humbasin shumë prej aftësive mbrojtëse nëse nuk i gatuani fort. Përfshijeni qepën tuaj në sallata, në perime, në gatime me peshk ose me mish, në mënyrë që përfitimet e saj për organizmin të jenë më të plota dhe gjithashtu ndikimet të jenë më të mëdha. Ndonse përlotja është e paevitueshme me konsumin e qepës, konsumi i saj në mënyrë të rregullt në dietën tuaj mund të jetë një aleat i çmuar edhe për organizmin tuaj. Është e rëndësishme që qepën ta keni pjesë të dietave tuaja si një zgjedhje lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Qepa ndihmon edhe aparatin tredës të funksionojë si duhet. Siç e kemi përmendur tashmë, qepa e kuqe është e pasur me fibra të cilat janë të shkëlqyera për shëndetin tuaj të zorrëve dhe jo vetëm. Në rastin e kapslëkut, qepa e kuqe mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj citonelt i saj. Ndaj përdorimi i saj në dietën tuaj mund të kthehet në një aleat të vërtet mbrojtës për shëndetin dhe për organizmin. Qepa ka ndikime të mira edhe kundër luhatjeve të sheqerit. Nëse i konsumoni të freskëta, qepët mund të rrisin prodhimin e insulinës, e nëse jeni diabetik, duhet të konsumoni qepën e freskët, por nëse merrni medikamente për trajtimin e tij, duhet të konsultoheni vazhdimisht edhe me mjekun tuaj specialist. Qepët kanë ndikime pozitive në shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi i rregullt i qepëve e mban zemrën më të shëndetshme edhe kundër komplikacioneve të përditshme. Qepët mund të kontrollojnë presionin e lartë të gjakut dhe të japin gjithashtu rezultate pozitive edhe në shëndetin e arterieve. Qepët janë të mira edhe kundër problemeve të kolesterolit. Është dëshmuar se kjo perime ka efekte pozitive te njerëzit të cilët të vuajnë nga kolesteroli. Nëse hahet rregullisht mund të ndihmojë në rregullimin e niveleve të yndyrës në gjak. Qepët do ju ndihmojnë edhe nëse vuani nga anemia. Vlerat e sqyfurit të pranishme të qepa do të japin rezultate fantastike në këtë drejtim. Ekspertët i këshillojnë qepët si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Qepët janë të mira për shikimin. Qepët e reja mbrojnë nga inflamacionet e zhvilluara që zvogëlojnë edhe retinën dhe shkaktojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Nëse doni të përfitoni nga konsumi i qepës, konsumojeni ato si duhet. Qepa do të kthehet në një aleat të vërtet të organizmit tuaj, edhe në shëndetin tuaj të kockave. Sipas Healthy Site, konsumi i qepës në mënyrë të rregullt brenda dietës suaj të përgjithshme do të jetë një aleat i vërtet i shëndetit tuaj të nyjeve. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoheni me do e mos atë në dietën tuaj si një zgjidhje lehtësuese kundër problemeve të nyjeve. Ekspertët këshillojnë kryesisht konsumin e qepës së freskët si alternativën më të çmuar kundër këtyre komplikacioneve. Vitamina C, vitamina K, të cilat gjenden te qepët e reja, mund të jajnë të mira për mbrojtjen e shëndetit të nyjeve. Vetëm një qepë ofron rreth 20% të vlerës së rekomanduar ditore të vitaminës K dhe 2% të vlerës ditore të vitaminës C. Të dyja janë mjaft të rëndësishme në forcën që do t'i ofroni shëndetit të kockave, duke ndihmuar ato të jenë më të shëndetshme dhe të mbroheni kundër komplikacioneve të cilat shkaktojnë edhe rënje të dëndësisë kockore. Qepa është një aleat e mirë e shëndetit edhe në uljen e niveleve të kolesterolit. Pjesa e gjelbër e qepës është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për personat që vuajnë nga kolesteroli, por nuk duhet të bazoheni vetëm te konsumi i qepës për të mbajtur nën kontroll këto komplikacione. Qepa është një alternativë e çmuar në dobi të shëndetit. Në kombinim me dietën e rregullt dhe me konsultën e mjekut, do ta keni më të lehtë të merrni përfitimet e saj dhe të reduktoni edhe komplikacionet e organizmit si tonelt i saj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.